Të paktën 200 persona janë identifikuar nga policia e shtetit në lidhje me sulmet e orkestruara të ngjashme me sulmet terroriste kibernetike, me të cilat janë përballur bizneset private gjatë këtyre ditëve të fundit. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije për Vision Plus se nga këshyrja 10.000 profileve që po verifikohen, të paktën janë evidentuar 200 persona me profilet e tyre të sakta, por që dyshohet se kanë krijuar me pas adresa falso zinxhir në mënyrë për të goditur virtualisht bizneset private në hoteleri, turizëm, resorte, bujtina, restorante dhe shumë aktivitete të tjera private. Pas deklaratës së drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Skënder Hita, të paktën 10 biznese të tjera janë drejtuar uniformave blu ku kanë bërë kallëzimin e tyre, pasi kanë rënë prej këtyre sulmeve të paprecedent, duke u bombarduar me adresa falso që sulmonin bizneset e tyre. Hetuesit kanë dyshimet e forta se sulmet kibernetike në mas që kanë ndodhur, të ngjashme me sulmet e hakerave iranian ndaj faqeve shtetërore, janë kryer në bashkëpunim, ku autoret komunikonin në grupet e ndryshme dhe pasi shënjestronin një subjekt privat, hapnin faqe falso në Google dhe me pas nisnin sulmin duke komentuar negativisht në review të bizneseve. Hetuesit kanë arritur që të zbulojnë se këta persona nuk kanë shkelur asnjëherë në bizneset që kanë sulmuar dhe nuk kanë qenë klientë të tyre, por mbi të gjitha një person brenda ditës ka arritur që të vlerësojë negativisht 5 biznese të ndryshme në disa qytete të vendit. Kjo tregon haptazi për grupin hetimor se kemi të bëjmë me një sulm të orkestruar virtual ndaj bizneseve të vendit me qëllim shkatrimin e imazhit të tyre. Madje janë zbuluar dhe komunikimet që anëtarët e këtyre grupeve komunikonin për sulmet e tyre të radhës, komunikime që po verifikohen nga policia. Hetimet për dëmtimin e imazhit të bizneseve private po kryhen mbi disa vepra penale, si falsifikimi kompjuterik, ku vetëm kjo vepër penale parashikon dënimin nga 3 deri në 10 vite burg. Sa i takon kësaj vepre penale, grupi hetimor po analizon pikërisht identitetet false, llogaritë krijuara artificialisht, koordinimi mes autorëve dhe përdorimi i këtyre të dhënave si vlerësime të vërteta klientësh. Gjithashtu, autorët e këtij sulmi kibernetik mund të përballen dhe me akuzat të tjera si manipulimi i tregut, manipulimi i çmimeve dhe përhapja e informacioneve të rreme, shpifjes, prishjes së imazhit e të tjerë. Ndërkohë, autoritetet po punojnë gjithashtu dhe me gjigantët e teknologjisë Google dhe Meta në mënyrë që të parandalohet sulmi kibernetik dhe profilet e bizneseve të kthehen në normalitet, duke hequr efektin e krijuar si pasojë e faqeve të rreme të hapura nga një grup personash pikërisht për të sulmuar këto biznese.